Sot, Zvicra nuk mund të paramendohet pa njerëz me prerjen nga Kosova. Zvicra qëndroi pranë nesh atëherë dhe qëndron pranë nesh edhe sot. Kosova është një vend i ri, më i riu në të kontinentit evropian, por kontaktet që na lidhin kanë një të kaluar të gjatë, që në vitet 1960 punëtorët kosovar erdhën në Zvicër, më vonë edhe shumë refugjat që gjetën një shtëpi të re tek ne. Sot, Zvicra nuk mund të paramendohet pa njerëz me prerjen nga Kosova. 160.000 deri në 250.000, varësisht se si i numëroni. Ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm në formësimin e vendit tonë gjatë dekadave të fundit. Zvicra do të vazhdojë të mbështesë Kosovën në rrugën e saj. Zvicra qëndroi pranë nesh atëherë dhe qëndron pranë nesh edhe sot, gjërsa ndërtojmë një të ardhme më të sigurt, më të qëndrueshme dhe më të drejtë për të gjithë qytetarët tonë. Jemi veçanërisht mirënjohës për rolin e Zvicrës në misionin paqëruajtës Swisskoj në kuadër të KFOR-it, si dhe për përkushtimin zhvillimor të Zvicrës në raport me shtetin tonë ndër vite. Unë kam ngritur zërin për këto shkelje nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara deri te Parlamenti Evropian, dhe këtë e bëjmë në arenën ndërkombëtare vazhdimisht, sepse në Kosovë ne jemi shembull i jo vetëm mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve pakicë, por në të njëjtën kohë dhënies së të drejtave të cilat është zor të gjenden në shtetet të Bashkimit Evropian nëpërmjet kushtetutës sonë, përfshirë të drejtën e vetos e shumë çka tjetër, kurse në anën tjetër në Serbi kemi një sistem represiv i cili vazhdon. Reciprociteti i të drejtave natyrisht është diçka që unë kam përkrahur për më shumë se një dekadë, sepse kjo do të nënkuptonte që aq të drejta sa i jipen pakicave në Kosovë, aq të drejta do duhet i jipeshin edhe shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc. Fatkeqësisht kjo është diçka që është refuzuar vazhdimisht nga Serbia, e cila nuk ka treguar ndonjë interesim që të zbatoj detyrimet e veta ndërkombëtare sa i përket mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore, por kjo nuk do të thotë që ne të ndalim së ngrituri zërin dhe së kërkuari përkrahje ndërkombëtare në mënyrë që edhe shqiptarëve në këto komuna tu mbrohen këto të drejta. Si presidente jam e shqetësuar për këto vonesa, sepse barën e këtyre vonesave e paguajnë qytetarët e Kosovës. Me mos konstituimin e kuvendit, ne nuk arrim ta kemi një kuvend funksional, ku mund të ratifikohen marrëveshjet ndërkombëtare, përfshi ato që lidhen me New Growth Plan, me planin e rritjes së Bashkimit Evropian, dhe ka edhe dëme të shumta të cilat ne i bajmë si barë, si qytetar të Kosovës, për shkak të mungesës së kuvendit të Republikës së Kosovës. Megjithatë, unë jam besim plot që partitë politike të përfaqësuara në kuvend shumë shpejt do të arrijnë një marrëveshje për ta kaluar këtë situatë të tanishme, sepse sa herë e vendosin vendin si parsor, e interesat e shtetit si parsor, para gjithçka tjetër, gjithmonë zgjidhja politike është afër.